trendi është që në 10 vizita fëmijësh që mund të bëjnë në ditë, nga 10 vizita 6-5 dalin që janë me anomali refraksioni. Kur trendi ka qenë raporti 7-3. Nëse dikush shpenzon po themi 6-8 orë në ditë, një orar pune para ekranit, çfarë ndodh konkretisht me sytë e tij? Kur ti je në një pozicion që je non-stop para telefonit ose para kompjuterit, syri fillon të thahet. Pra ti ke tharje të syrit, kemi atë që thamë syrin digjital. Kontrolli i syve bëhet që në beben e korsalindur. Shikohet reagimi pupilës, reagimi pupilar dhe vjen refleksi i kuq nga pediatri. Dhe pothuajse është një ekzaminim shumë i thjeshtë, rutinë me oftalmoskop ose me një llampë, me një dritë për të parë nëse vjen refleksi i kuq, që është shumë e thjeshtë për të bërë. Pyetja më e thjeshtë që më bëhet sapo vendosin syzet nga prindit është kur do të heqë syzet. Kjo pyetje është shumë e vështirë për ne okulistët, sepse ne nuk e dimë normalisht kur do të heqë syzet. Duket sikur gjithmonë dhe më shumë njerëz sot po mbajnë syze dhe në mosha gjithnjë më të reja, në mosha gjithmonë më të vogla. Më ndodh të shikoj fëmijë të moshave 4-5 vjeç që mbajnë syze dhe me numra goxha të lartë. Apo ndodh realisht kjo apo është thjesht perceptim që mund të më jetë krijuar mua? Po, është e vërtet, nuk është perceptim. Është e vërtet që në këto 10-15 vitet e fundit ne vërem një trend të rritjes së numrit të fëmijëve parashkollor, të studentëve me syze, që para 15 vitesh nuk ishte një numër kaq i madh. Dhe kjo nuk është perceptim, por është realitet. Është vetë koha ku ne po jetojmë, është vetë stili i jetesës që ne po bëjmë, është vetë ngarkesa emocionale, stresi, mënyra e të ushqyerit që do flasim në vazhdim, janë shumë faktorë që ndikojnë. Pra për mua është një gjë reale, nuk është perceptim, që unë si okuliste has në punën time të përditshme, por kjo haset edhe nga qytetarët, edhe nga kalimtarët, edhe nga mosha që janë të brezit para me, të cilët thonë, doktoresha në kohën tonë nuk ishte shumë fëmijë me syze, pse nipi im ka syze, ose pse mbesa ime ka syze. Pra kjo është një realitet që ne e kemi tashmë të pranuar nga të gjithë ne, dhe duhet thjesht të luftojmë për të arritur aq sa mundemi në bashkëpunim mjekët me mësuesit, me shkollat, me prindërit, për të bërë më të mirën sa të mundemi që mos të rritet numri, sepse trendi është për të rritur nga mënyrat e jetesës, nga përdorimi i telefonave, përdorimi i kompjuterit, i teknologjisë digjitale, e cila ndikon, ose disa profesione të ndryshme që janë profesione online. Shumica e rinisë sot punon nga shtëpia, duke qëndruar me orë të zgjatura mbi 6-8 orë përpara kompjuterit. Dolën shumë gjëra të reja që u konstatuan nga ne okulistët, që nuk ishin konstatuar para vitit 2000-2005, sepse telefonat në atë kohë kanë dalë, pastaj filloi teknologjia të avanconte shumë shpejt dhe ekranet e telefonëve u bën gjithmonë më të dëmshëm, sa që termat e reja tani janë syri digjital, që nuk njife fare para 2-3 vitesh ky term, dhe edhe trendi në mjekëve okulistë për diagnostikimin dhe për trajtimin e këtyre rasteve ka ndryshuar totalisht, jemi sinqert. Prandaj themi që ne mjekët gjithmonë duhet lexojmë, gjithmonë duhet jemi në kontakt me të rejat e fundit, dhe shkolla jo nuk merr fund asnjëherë, dhe kjo është realitet. Në fakt e bëra pyetjen në lidhje me është e vërtetë apo është thjesht perceptimi im, sepse dhe vetë kam kuptuar relativisht vonë që kisha nevojë për syze. Dhe çfarë moshe e ke kuptuar? Deri, domethënë para 1 viti, 2 vjetësh, dhe kjo më shtyn drejt një pyetje tjetër edhe më elementare, domethënë nëse në përditshmëri mua po dhe kujdo tjetër më duket sikur shoh normalisht, a do thotë kjo që shoh vërtet aq mirë sa mendoj se shoh? Apo ndodh që përshtatemi me një nivel të caktuar shikimi dhe nuk e vëmë re derisa është vërtet tepër vonë? Kjo varet nga çfarë anomali refraksioni ke, sepse syri ka në rast parë duhet diagnostikohet se çfarë ke, keni miopi, ke hipermetropi apo ke astigmatizëm, binsedën që bëm, që ka të bëjë me përthyrjen e rrezeve të dritës. Ne nuk i quajmë patologji, ne i quajmë anomali refraksioni. Pra ka të bëjë me përthyrjen e rrezeve të dritës. Pra në fillim klasifikohet se çfarë ke. Nëse ti ke
miopi, atëherë një person që ka miopi e kupton sepse shikon mirë afër dhe nuk shikon mirë larg, e kupton kur është përpara një auditori, nëse është student, e kupton nëse është në klasë në bankat e fundit, që kur shkruhet në dras ai ka vështirësi, fillon të rrudh syt të bëjë akomodim të sforcuar, nëse ti e ke pas një rast të tillë, e kupton sepse nëse ka hipermetropi që janë me plus, ka vështirësi dhe për afër dhe për larg, pra nuk i shikon qartë objektet dhe aty e kupton. Por nëse është një miopi e lehtë, edhe nuk e kupton, sepse varet çfarë numri ka. Nëse është një miopi e lehtë fare, simplex, ne e klasifikojmë në 3 gradë miopin simplex, e mesme dhe e lartë. Nëse është një miopi simplex me një numër 0,75, 0,5, normal që aty nuk e si ta kuptosh, nuk është e vështirë sepse quhet tani trendi është që 0,25, 0,5 pothuajse i kanë gjithë rinja sot, sepse po i bëjnë edhe për të mbrojtur nga ekrani i kompjuterit. Por nëse ka një numër të madh, normalisht dhe logjikisht duhet ta kuptonte shumë më herët, që në klasën e parë ose që parashkollor, sepse ekzamenimet bëhen shumë herët. Cila është mosha më e hershme që një prind duhet ta çojë fëmijën e tij për një ekzaminim të syve? Dhe një pyetje tjetër, po të bëj dy pyetje bashkë. Në momentin që një bebe vjen në jetë, i kontrollohet shikimi menjëherë, dhe nëse po si bëhet ky kontroll? Atëherë, po fillojmë nga bebia, që është një porsalindur. Kontrolli i syve bëhet që në beben e porsalindur. Nuk është se bëhet nga okulisti, as në Europë, as më tutje, por shikohet reagimi i pupilës, reagimi pupilar, dhe vjen refleksi i kuq nga pediatri, nga mjeku pediatër, sepse ai është në kontakt direkt me beben e porsalindur, vjen refleksi i kuq nga fundi i syrit, nga retina, për të evidentuar patologjitë e para që janë të rralla, që mos të hapim panik, se unë jam natyrë shumë optimiste, do të them gjithmonë gjërat e mira. Dhe pothuajse është një ekzaminim shumë i thjeshtë, rutinë, me oftalmoskop ose me një llampë, me një dritë për të parë nëse vjen refleksi i kuq, që është shumë e thjeshtë për të bërë. Pra ky është ekzaminimi i parë në kontakt me pediatrin. Ase për pjesën e strabizmusit, nëse ka devijim të muskujve, sepse ka shumë sëmundje që janë kongenitale të lindura, edhe ajo dallohet sepse devijon syri nga brenda ose nga jashtë dhe quhet strabizmus kongenital i lindur. Dhe rastin e kësaj, ndërsa për sa i përket shikimit, normal që ne nuk mund të konstatojmë se sa përqind shikon një bebe, se është një ekzaminim i pamundur, nuk është se realizohet. Pastaj vizita e parë, pasi kaluam në fazën e porsalindurit, bëhet parashkollor. Ne kemi duke parë këtë trendin e rritjes së rasteve me miopi që nuk vije re para 25 vitesh, kishte më shumë hipermetropi, ashtu shkonte trendi, tani duke qenë që është rritur shumë miopia, u bë një alarm për Organizatën Botërore të Okulistëve në gjithë botën dhe u vendos që të ulej koha e paraqitjes tek mjeku oftalmolog i ekzaminimit të syve të fëmijëve që parashkollor. Pra domethënë që në periudhën e kopshtit. Dhe tek ne vin mosha 4 vjeç, 5 vjeç që ekzaminohen, pastaj për klasën e parë është bërë e detyrueshme. Pra fëmia, prindi nuk mund ta regjistrojë në klasën e parë nëse nuk i ka bërë kontrollin tek okulisti. Pra që do thotë të ekzaminojmë herët, të kapim herët defektet e syve, anomalitë e refraksionit, për të parandaluar pasojat që janë më vonë, që janë syridembej leziaj që quhet, që është një, nuk po futojmë shumë thellë, po themi këto gjëra që i ke kapur shumë mirë, domethënë që ekzaminimi kështu në këtë moshë duhet të fillojë. Për të parë pastaj se si shikon, përqindjen e shikimit në syrin e djathtë, përqindjen e shikimit në syrin e majt, a i ka të barabarta të dyja syt, apo ka një diferencë, diskordancë në pamje që një sy mund shohë 10%, një sy tjetër mund shikoj 90%, po marrë një mesatare. Dhe pastaj bëhet sipas protokollit të vizitës të ekzaminimit, bëhet pastaj ekzaminimi, përcaktohet numri saktë i syzeve dhe vendosen syzet. Dhe trendi është që në 10 vizita fëmijësh që mund të bëjë në ditë, nga 10 vizita 6-5 dalin që janë me anomali refraksioni. Kur trendi ka qenë raporti 7-3, domethënë nuk ishte raste kaq shumë. Dhe pavarësisht se
prindit janë ndërgjegjësuar që të jemi të sinqertë dhe i sjellin për vizitë, janë kurioze, kanë interes të madh për ta kontrolluar fëmijën. Ka dhe raste pastaj që varet nga zonat që kanë kompleksitetin për të vendosur syze fëmija e tyre, dhe kjo është pastaj një sfidë më vete, se do të fillosh të shpjegosh, të bësh dhe pjesën e psikologes, që nuk është asgjë, është gjëja më e mirë, më e bukur që mund të ndodhi dhe s'ka asnjë për të shqetësuar. Thjesht do kujdes dhe këshilla që na japin në vazhdim gjithkohon në ndjekjet, ekzaminimet rutinë, sepse personat që mbajnë syze nuk kanë të njëjtin orar kontrolli si persona që nuk mbajnë syze. Një person që është i shëndetshëm nga syt, që ka një pamje normale 100%, mund të bëjë një kontroll rutinë një herë në vit, ndërsa dikush që ka vendosur syze dhe po vë re që numri i miopisë rritet me 0.5 dioptri ose me 1 dioptri brenda një viti, atëherë se ekzaminimi do jetë pak më shpesh, një herë në 4 muaj ose një herë në 6 muaj. Dhe rastet që kanë rritje të miopis duan një ndjekje shumë më të kujdesshme pastaj. Dëgjojmë shpesh që syri është pjesë e trurit në një farë mënyrë, nëse mund ta themi kështu. Çfarë do të thotë kjo nga ana e anatomisë? A nuk kupton që ndonjëherë problemet e shikimit mund të jenë probleme të fshehta neurologjike? Tani këtu ngatrohet një çik. Kjo është koncept i gabuar, nuk është e vërtetë, sepse syri është organ. Do më thonë, drita vjen nga jashtë, futet nëpërmjet kornesë që xhami i syrit, pas e kalon në pjesën e brendshme të mesme të lentes të syrit dhe kalon në shtresën e fundit të syrit që është retina. Aty pastaj retina është shtresa e fundit e syrit, ka neuronet, ka shtresat e veta që bën perceptimin e dritës dhe kemi dhe nervin optik. Nervi optik është ajo, si më thon, ura ndërlisëse që vazhdon rrugën për në zonën e trurit që kalon në kiazma optika që bën vizualizimin e pamjes, por nuk është syri. Syri është organi të parit, por lidhja e retinës që ka një ind që është i përbashkët me indin e trurit dhe nervi optik që ka neuronet për të vazhduar nëpërmjet fibrave të nervit optik që janë në fëlët e retinës, të bëj perceptimin pamjen vizuale të objektit në tru, duke sikur syri është dhe shpreha e popullit, shikon në mendja, nuk shikon syri. Ka shumë gjëra kështu të bukura, por syrin më vete nga është organi i parit, domethënë nuk mund të themi syri tru. Është vetëm ai që është nervi optik, që është zgjatimi, që vazhdon rrugën për në tru, që bën këtë lidhjen e syrit me trurin. Syri është si ta shprehun, si një aparat fotografik, është si një kamera, nëse do ta marrim. Syri është kamera, ndërsa retina është ajo që dërgon impulset, ka neuronet, edhe aparati që bën truri pasaj gjithë që se von kompjuteri i madh, çfarë ta themi ne, të gjithë këtyre pamjeve që ne kemi në përditshmëri në çdo sekondë të jetës sonë, vazhdon bën pjesën e kompjuterit, e ruajtjes së imazheve. Por syri është një organ shumë i bukur. Unë nuk e them se jam okuliste, por është një specialitet shumë i bukur, që unë jam dashuar që në fillim kur kam filluar specializimin, dhe pata fatin që atë që kisha qef në jetë, atë të vazhdoja, se jo gjithmonë të realizohen ëndrat. Ju folët pak për rrezikun që paraqet përdorimi i ekraneve. Nëse dikush shpenzon, po themi 6-8 orë në ditë, një orar pune para ekranit, çfarë ndodh konkretisht me sytë e tij ose me sytë e saj me kalimin e kohës në afat gjatë? Me ty dhe të shikoj që ti ke një ekran, ke mjetin tënd të punës. Gjatë kohës që ti je duke punuar aty, ti nuk bën këtë sepse syri lëviz në qintën e sekondës. Pse bën lëvizje palpebrat, quhen kapakët e syve? Bëjnë lëvizje sepse duhet të lubrifikohet kornea, xhami i syrit, sepse thahet syri. Kur ti je në një pozicion që je non-stop para telefonit ose para kompjuterit, ose para një lodre që është përsëri kompjuterike, syri fillon të thahet. Pra ti ke tharje të syrit, kemi atë që tham syrin digital, strain, që ka këto shenja, tharje të syrit, ke dhimbje koke, sepse ti po bën edhe një akomodim, po rin shumë kohë në distancë shumë të afërt, mund skuqjet e syve lodhen, ke skuqje të syve, domethënë ka raste që vijnë me skuqje të forta të syve dhe thot pse i kam unë syt
të skuqur, po sa orë ke se telefoni për fat të keq dhe të mirë, të tregon se sa kohë ke shpenzuar në ditë mesatarisht, a jep pas një jave. Dhe unë, si zana, si mjeke, e shikoj dhe them, këtë javë unë pas kam shkelur fare. Unë pas kam harxuar 3 orë mesatarisht në ditë. Është shumë mach. Sa është një Atëherës normale? çfarë do bëj unë? Duke qenë që unë kam një profesion që lodhem gjithë ditën në biomikroskop, se do ekzaminoj syt. Kam harxuar shumë kohë me pacientët, me ekzaminime, me autorefraktometër, me tonometri, me vizus, sepse syri ka shumë ekzaminime, me fundoskopi. Atëherës unë çfarë do bëj? Do t'i vë një detyrë them vetësime, që ta ul një çik. Nuk mund ta uli shumë, sepse s'duam ne kemi varësi totale dhe shumë gjëra lexojmë pafund, truri është si ai sfungjeri që do të thithim sa më shumë material, informacion. Sidomos mjekët. Atëherë them do ta ul një 15 minutë, do bëj një sfidë me veten time, se më shumë nuk e ul dot. Dhe të paktën të shkoj 2:45 minuta ose 2:40 minuta, po fitore është kjo, por të më vi një fëmijë i vogël, 12 vjeç, 10 vjeç, dhe të thot prindi që ri gjithë natën me telefon dhe nuk fle, atëherës ky është gabim totalisht i prindit, sepse telefonin, e ka, po do ta ketë për ditën, nuk nata është bërë sepse edhe pagjumësia ndikon shumë negativisht, edhe filtri blu i kompjuterit, i laptopit ndikon shumë negativisht, rrezatimi blu që kalon në sy, sepse syri është do natyrën, do të shlodhet, do të pushoj, se dhe syri është organ që lodhet, si shlodhen këmbët, si shlodhen duart. Pra ti duhet bësh një ekuilibër, duhet bësh një orar të caktuar kur punon, kur studion, kur bën aktivitet fizik, aktiviteti fizik dhe natyra është shumë e rëndësishme për syt, sidomos tek fëmijët, nëse ne duam që të ulet miopia, sepse vetë ngjyra jeshile është shumë qetësuese, natyra, pyjet, parqet janë shumë qetësuese për syrin, ecja shumë qetësuese. Nësa për një person që student ose që punon në bank me orë të zgjatura, ose për juve që punoni në zyra, që keni orë të zgjatura në zyrë, dhe atëherës duhet të ndjekësh atë rregullin 20-20-20, që do të thotë 20-20-20. Ky është një rregull që është vënë nga organizata oftalmologëve, që do të thotë që çdo 20 minuta që ti ke punuar, duhet 20 sekonda të shikosh larg në horizont. Do hapësh dritaren sa ke mundësi ti këtu, nuk e di sa horizont ke, por duhet të shikosh 20 sekonda larg, pra dhe syri ka atë kohën e vet në distancën 20 metra larg të pushimit dhe të çlodhjes. Gjë që shumë rrallë bëjnë. Nuk e di e praktikon ti? Përpiqem, po është pak vështirë. Shumë mirë që e di këtë rregull. Është pak vështirë. Kem mbaruar studimet në perëndim dhe është e vështirë është. Është e vështirë dhe është e frikshme kur shikoj, screen time në fund të javës ose sa kohë. Edhe unë ato kam frikë. Ai screen time më tromb. Po, folëm për miopin, që është një problem që është shtuar shumë vitet e fundit, po do doja të ndaleshim pak edhe te presbiopia, humbja e aftësisë së syve për të përqendruar te objektet në afërsi. Problem që zakonisht vjen me moshën. Atëherë ke dalë fiks në moshën time. Kur ishim në moshë të re, 30 vjeç, shikonin kolegët tona që ishin para dhe shikonin me syze nga afër. Dhe mendonin që nuk do vinte, por presbiopia, se më bëhet shumë shpesh kjo pyetje nga pacientët, a parandalohet? Presbiopia nuk parandalohet 100%. Absolutisht s'ka shanse të parandalohet, se i bie sikur themun a parandalohet plakja. Nuk parandalohet plakja. Thjesht kujdese me mirëmbajemi, por nuk e parandalojmë dot, sepse presbiopia ka të bëjë me plakjen e syrit. Pra është e moshës që fillon në moshën 40-45 vjeç. Në fillim e ke në shifra të ulta, mund të fillojë me plus 0.5, plus 0.75, fillon gradualisht të rritet, domethënë çdo 5 vjet numri të ndryshon. Deri në moshën 60 vjeç, presbiopia ka trendin që të rritet numri. Në moshën 60 vjeç pastaj ajo stopon, nuk është se rritet më numri, teorikisht i bie 60 vjeç ta kesh plus 3, teorikisht. Por ka raste që mund të jetë pacienti është më i madh se unë, është 80 dhe nuk ka, sepse janë të rralla këto, varet se çfarë jetë ka bërë, a ka lexuar, s'ka lexuar, janë dhe gjenetike, ka që kanë gjenetikisht
gene shumë të forta por unë po flas e përgjithshmja që nuk parandalohet, por thjesht korrigjohet me syze që tham, kjo bëhet korrigjimi me syze, bëhet korrigjimi me lente multifokale, tani që kanë hyrë të fundit. Pra është komode, nuk është një gjë që ne nuk e quajmë mbajtjen e syzeve për afër, e quajmë normale, presbiopia është normale. Ju përmendet rëndësinë e natyrës dhe të aktivitetit fizik për të patur një shikim ose sy sa më të shëndetshëm. Dhe pak më herët kur filluam bisedën përmendet edhe në lidhje me ushqimet ose me dietën që nevojitet për të patur një shikim sa më të shëndetshëm. Kush mund të jenë disa ushqime? Tham aktivitetin, siç e the, tham regjimin, kohën që do ta mbajmë, por ushqimi syri do këto ushqimet me antioksidanti, ka shumë të rëndësishme. Edhe pavarësisht se në treg ka shumë vitamina që janë futur për fëmijët që janë për të stopuar miopin, por teorikisht unë mendoj që është më mirë të ushqehemi. Dhe ushqimet që janë më të rëndësishme për syrin është karota, që number 1 njishi, se ka beta-karotene, janë boronicat që në luftën e dytë botërore kanë qenë që janë parë që ishin ushqimi bazë për syrin, është antioksidant shumë i fuqishëm. Është e verda e vezës, normalisht shumë e mirë, veza komplet, domethënë fëmia vezën duhet ta hajë patjetër, se që kur lind fëmia e ka si ushqimin bazë vezën. Janë portokallët, është peshku shumë i rëndësishëm. Kam dhe një pyetje të fundit. Në qoftë se do ju duhet të ndërtonit një protokoll të përditshëm për mbajtjen e syve sa më të shëndetshëm për njerëz që përdorin ekrane me kohë të zgjatur. Si do të duket ky protokoll nga mëngjesi në darkë? Domethënë çfarë do ju duhet të bënin njerëzit? Domethënë sa shpesh do duhet të pushonin distanca nga ekrani? Ai rregulli që tham, 20-20 është shumë i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm. Duket kështu si pa rëndësishëm, por është i rëndësishëm. Jashtë orarit të punës, një ecje, sikur 30 minuta në ditë, do ishte mirë në lagjen që banojmë, ku të mundemi. Ushqimit që do jetë i mirë me fruta dhe me këto që përmendëm, dhe një gjumë i mirë, dhe gjumi është shumë i rëndësishëm. Dhe rekomandimi tjetër është që xhamat e syzeve duhet të jenë me filtra mbrojtëse, që tani kanë hyrë xhamat e fundit, që i shoh qike, dhe të jashtë mbrojtëse që janë me atë blue light, është ai refleksi, që kthen mbrapsht rizatimin e dëmshëm të kompjuterit. Pra kemi disa faktorë që ne na ndihmojnë për të arritur që të mbrojmë sa të mundemi sytë tanë. Mbase ne nuk arrim dot shumë, por sfida më e madhe mendoj është me telefonin. Ajo është sfida e shekullit për mua. Dhe nëse njerëzit do ta shpërfillnin këtë protokoll ose këto këshilla, cilat do ishin pasojat afatgjata të shikimit? Pyetja më e thjeshtë që më bëhet sapo vendosin syzet nga prindit është kur do të heqë syzet. Kjo pyetje është shumë e vështirë për ne okulistët, sepse ne nuk e dimë normalisht ku do të heqë syzet. Por sfida më e madhe është tek miopia. E përmenda nga fillimi i bisedës që klasifikohet në 3 gradë. Nëse kemi një miopi të thjeshtë që nuk ka rritje brenda një viti, 2 vite rikontroll dhe stopohet deri në 0,75, 1, 2, 3 dioptri, jam e qetë. Nëse është një miopi që po fillon po rritet, po kalon nga 5 dioptri, 4 dioptri, 6, 7, 8 dioptri, ka miopi dhe minus 20 dioptri, atëherë është një alarm që duhet shqetësohemi dhe prindit duhet ta kuptojnë që në këtë rast nuk kemi më një anomali refraksioni, por mund të kemi dëmtime të retinës. Fillon të hollohet shtresa e retinës. Kemi dhe komplikacione të tjera që nuk kanë lidhje me miopin, por që është një smundje tjetër që quhet keratokonus, që dhe ai klasifikohet grada pare, 2, 3 dhe 4, që hollohet kornea dhe siç është koni, në formë koni dhe kornea fillon bëhet në formë koni. Me metodat e fundit që po aplikohen, në Amerikë kanë vite që është bërë, është dhe metoda klinike e përdorimit të atropinës së holluar, që për herë të parë u fut këtë vit me përfatin tonë në QSUT, ka 2 muaj që po e aplikojnë kolegët tonë për të frenuar këtë rritjen e frikshme të miopisë së mesme dhe të lartë. Do shohim rezultatin se jemi në hapat e para, se si do jetë, por po prek një grup moshe që kanë tendencën për të rritur miopia, jam optimiste që do eci mirë, po jemi në hapat e parë, thash, rast se t'i çojmë ne mjekët që jemi në kontaktin e parë, i adresojmë për tek qendra spitalore universitare,
dhe do jemi lumtur, inshallah do kemi sa më shumë rezultat dhe sukses që të stopojmë këtë miopin, që është një sfidë më vete. Prandaj themi kujdes po, frikë jo. Kjo është një shprehje e bukur, po që u përdor që atëherë kishte Covid-i, edhe ngeli kjo. Dhe për çdo gjë që themi kujdes po, frikë jo. Shumë faleminderit. Është shumë kënaqësi. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.